Po e përmend një hadith që ka transmetu Imam Bukhariu dhe Muslimi dhe të tjerë janë prej Buhariut. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë tha dhe pejgamberet para meje, jemi si një shembull i një njeriu i cili e ka ndrequr një shtëpi të mirë, një shtëpi të këndshme, një shtëpi të hjeshme, e ka ndreq dhe e ka rregullu, e ka meremetu, vetëm se tha, vinë njerëzit me vizitu atë shtëpisë shumë e mirë. Kur vinë me vizitu, tha, i anën shtëpis, dhe e shofin si kur gati nuk gjojnë pengese dhe nuk gjojnë mangësi në atë shtëpi. Me përjashtim, tha pejgamberi alayhis salam, në një qoshe të asoj shtëpijes është një tull e pavën në vendin e vetë, dhe është një zbrazëti e një tull e veç. Edhe kërejt kush anën nuk gjojnë zbrazëti diçka, edhe thujnë, sa shtëpi e mi e qenka, si kur tishte edhe që kjo tulla që të. Sikur t'ishte edhe që kjo tull në vendin e vetë, kërejt e pas ki mere me tu këtë shtëpi, sa e mirë këka, vetëm se një tull dhe pas ki lomongi, që ato ja gjojnë dha si defekt. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa ana labina, e unë jam qajo tulla që është në vendin e vetë, wa ana khatimun nabiyyin, e unë jam vula e pejgamberve pasaje. Unë jam që tulla që ku vendos në vendin e vetë, dhe shtëpia u mere me tu mu komplet, dhe nuk gjindet defekt dhe behanën e atë shtëpi, dhe unë jam vula e pejgamberve, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.